po shiko, unë nuk ndjeva diçka brenda, nuk e ndjeva në trup diçka, atëre po se ndjeva brenda nuk është përjashtë. Ndërkohë shkrimi përcakton disa parime të fuqizuara prej urtësisë së Atit që jo sepse nuk merren mua Morica dhe masandaj do bëhet dallimi me Iligu vjen me Morica, dil njëri jashtë njerëz, shikosh ku kalon tjetra masandaj për ne djem burra në këtë rast. Të vinë ka shumë Morica. Mos ndoshta është prej Atit ajo gjë? Shiko si përcaktohen sot e kësaj dite dallimet që bëjnë njerëzit. Sepse këto ju implementuan që në shekullin e tretë dhe vazhduan këto frymëra demonike, që mjafton të shikosh rënjet masandaj të jogas dhe aktivizimin e syrit të tretë, që del masandaj dhe Xhava me lovin, me profetët të rremë, me imoralitetin e tyre, me prosperitetin e pangopur të tyre, që masandaj lovi të dilte dhe thoshte më jep $1,000 thoshte për tyne dhe shkola 7 herë fytyrën në banjët atje, po e lave fytyrën 7 herë masandaj do martohesh. Aktivizojnë njerëzit në një magji me anë të mashtrimit dhe hynë dhe japin dhe ofertën këtyre magjistarve që lovin e njo me rrenjë. Për gjërat që Ati më ka treguar në këto 12 vjetët me detaje, jo vetëm ata, për të tërë lëvizjen e besimit, prosperitetin. Ndoshta disa për ne duke dinë kë po flas. Okej, vjen her pas here mundohemi të sensibilizojmë zemrat tona. Ja mund të hedhim një foto dhe të shikosh cilat janë personat masandaj që ata i ke duke misuar. Okej, më lejo vetëm një foto. Megjithse masandaj ka mira foto të tjera, por nëse një foto. Okej, ja ku i ke dhe flet një volum me personat që janë bashkë duke misuar, por më lejo një moment. Dhe të sjell një foto tjetër masandaj, por ka plot. Ja ku i ke këta të tre. Ja ku i ke lovin mu në mes. Xhavan këtuja. Dhe masandaj Angel, profet Angel. Eber Angel më duket si e ka. Këtuja është dishepulli i masandaj Chris Oyakhilome, mësuesit të rremë. E shenja dhe mrekullit të rremë që të tre vazhdojnë të manipulojnë jetën njerëzish. Ndërkohë, që janë këto zinxhira prej ari një në ratë parë? Që është kjo mënyrë e të ruajtur masandaj flokët që ligji thotë nuk duhet i ruash as anash as mbrapa, se kështu bëjnë ata për të vdekurit. Ndërkohë Xhava këtu të tregonte në mësimin që kam foton diku thoshte aktivizimin e syrit të tretë si mund ta bësh, që është demonik, sepse të vjen në dorë në mes të ballit, siç e vinte masandaj Pogradeci që shkon masandaj në Mokër dhe e vinte në Tiranë së bashku me atë tjetër mokraren, se jam mokrar vetë në atë parë. Por thjesht për të ditur kush janë personat, për mos përmendur emra. Dhe të njëjtat aktivizime kemi nga Rodney Howard Brown. Të vazhdojmë një foto tjetër? Ndërkohë ky Eber Angel, ja të shikoj. Eber Angel. Besoj e ka emrin. Hubert, Hubert. Ndërkohë, dalë se kam një foto. Shiko çfarë deklarime, sepse këto janë mësimet që përbëjnë në veçimin tënd të manipulimeve që ndodhin nga protestantët katolikë, me pak fjalë karizmatik. Me lejo të jetë një foto tjetër. Me çfarë parashikime merren këta njerëz? Me çfarë parashikime merren? Dhe do flasi volum ajo foto. Sepse janë pjesë e tyre. Duhet ta kem diku këtu ja. Më lejo një moment. Është shumë e rëndësishme që të shfaqet ajo foto. Dhe Uber Angel
çfarë parashikime ai bente dhe çfarë profetizime ai bente. Tani më lejo ta hedhim edhe atë gjë dhe shpresoj ta gjej sa më shpejt. Megjithëse ja, ne s'ka rëndësi, e marrim, mjafton të klikosh, janë përpara. Ja, okay, nuk është problem të shko me çfarë merren këta njerëz, me çfarë parashikime merren. Okay. Ja, një moment sa të dali. Mjafton të klikosh në YouTube, me njerë dalin gjërat e tyre. Dhe jam me mira njerëz, pothuajse miliona njerëz që i ndjekin këta profetë të remi, që ligji për të rirë 13 i skarton të tregta me njerë, sepse nuk kanë urdhrimet e ligjit të Atit Yahweh. Shikoj me çfarë profetizime merren. Shikoj se tha në anglisht, dua që të kuptosh që këto fjalë që po dalin prej meje janë të vërteta. Spanja do fitojë kupën botërore. Vëlla motër, nuk të kishte zënë gjumit ty ndoshta. Apo jo? Mua nuk më zuri gjumi dije, sepse po mendonja kush mund të fitonte, ndërkohë që kam 10 vite kaluar që nuk ndjek gjëra të tilla një në atë parë. Por ty të zuri gjumi dije sepse fitove apo jo Spanja? E dëgjove profecinë e tia? Shpresoj të mos e kesh dëgjuar, por mua dije më zuri gjumi dhe as doja ta dinja për këto manipulime të karizmatikës. Shikoj me çfarë profetizime merren këta njerëz. Shikoj me çfarë gjëra merren dhe njerëzit mazandaj manipulojnë jetën e njerëzish prej tyre. Do të thënë, ati ishte interesuar që kush idhull, do të thënë sipas tia, që këta idhujt që adhurohen mazandaj njerëzit lart e poshtë në palishmëri dhe papastërtitë e tyre, në neveritë e tyre, ati që nga interesuar për profetizime të tilla. Ndërkohë ky personi shkonte mazandaj dhe vazonte të fliste dhe hyra tha brenda në shtëpinë, tha pastorit, Krisa Ojakilome dhe shoku i Benihin, më pak fjalë. Dhe kur hyra në banjën e tia, tha, çfarë të preknje, tha, lavamani, tha, ishte prej mermeri, tha, që wow, tha, hapnje, tha, atë dorezën e ujit, tha, ishte prej argjendi, tha, prej ari, tha, mund të tha, çfarë mrekullie, tha. Shiko çfarë manipulime këta njerëz kapen, çfarë frymëra i mbajnë peng. Që po ta gjej atë, por tash është ta kapur atë thënie në tërë mësime që ka bërë, nuk e gjen dot. Por kur fillovi të thoshte që për shtëpinë e Krisa Ojakilome, që në Itali më thëndaj dhe këtu në neve dhe në kudo në botë, manipulohen njerëz prej këtyre frymrave, që kjo është ajo apostasia që përben më thëndaj njerën prej felës së renjes. Të çdo njeri që citon emrin e Mesias. Sepse këta kanë rënë në mashtrim që kur erdhën në beslidhjen e tyre, jo të Atit Yahweh, sepse pendimi nga shkelit e ligjit për këta persona nuk ekziston. Prandaj nuk ekziston sot pendimi, sepse koncepti i pendimit që u anullua vëlla motër, për ta kuptuar, u anullua në shekullin e 16 dhe u implementua më vonë, sepse pendimin sipas protestantëve qëndron një ndryshim i mendjes dhe një ndryshim i mendjes për këtë besosh apo jo, nuk është për ndryshimin e veprimtarisë dhe rrugës tënde, për gjërat që kishe shkelur ndaj ligjit. Për ta është pendimi është kthim në besim, kaq. Pendimi për ta është besimi në këtë rast në Mesia, kaq. Nuk është pendimi nga shkelit e ligjit, masandaj besimi të besosh, që është një koncept më vete. Njëra patjetër nuk mund të ekzistojë. Kurse ata e bëjnë pendimin, e bëjnë besim, ndërkohë shkrimi thotë që duhet të ndalojmë së beri diçka.
duhet ndalojmë se shkelu ligjin, sabatin, festat biblike, ngrënien pastër që nuk na kishin tenë. Dhe imoralitetin apo idhujtarinë, të gjitha gjërat që këta njerëz nuk janë penduar akoma. Sepse prandaj ke lëvizjet e besimit prej këtyre që lindën në 1700, mësandaj dishepujt e William Branham, një profet i remë që mendonte që ai është Elijah. Ai është Elia, thon. Profeti që duhet të vinte. Ndërkohë, Mesia shpjegon haprazi që erdhi dhe e vratë, thot, po fliste për Johanan John Pakzorin. Ndërkohë, William Branham që fillovi karizmatikën mësandaj me Azusa Street, më thënë rruga e Azuzës në LA, në Los Angeles, që e mbajnë. Ndërkohë atje ndodhen sa manipulime që njerëzit i thoshin ndaje, okay, divorcoje burrin, gruan, hajde këtu. Njerëzit goditeshin, njerëzit rriheshin. Unë i kam ato evidenca prej, por besimtari i thjeshtë që do të shpëtohet në mënyrën e tij, nuk i di këto gjëra. Ndërkohë ati më ka treguar që në fillimet e mia, nuk ka rëndësi se morëm në 93-shin atë pjesëmërinë e të thuash e një lajmi të mirë që na dhanë të pjesshëm. Nuk ka rëndësi, isha 13 vjeç. Kjo ndodhi para sa vajtën, që në 93-shin, bëj llogarin tinë. 37 vjet. Ndoshta, mos gaboj vëlla motor? Po. Nuk ka rëndësi. Mos ndoshta gaboj, sa i vete? Që në 93-shin. Okej, nëse 30 vjet. Që ku jemi tani, nuk ka rëndësi. $33. Mos gaboj? Nëse. Po vim në gjëra të tjera. $33, okay. 33 vjet. Aq plot, 33. Në fundit, një vëlla, një motër mund të fuqizohet brenda një viti, më shumë se mua që kisha marrë pjesëmërinë për ato 30 vjetët e kaluara. Kjo faguzova, isha 13 vjetë më thëndaj në Pallatin e Kulturës Pogradec, atëre, me ty vëlla Arjan. Dhe, por në fundit, çfarë di për urdhrimeve të tia për të pastruar rrugën tënde, gjë që nuk na ka thënë, sepse këto denominacione lindën në në të rastë në shekullin e tretë, në 300 mbas ringjalljes së Mesias. Dhe këto lëvizje të besimit masandaj që lindën në 1700, 1800, 1900 masandaj mori hovë komplet Amerika. Dhe ata njerëz me Kenneth Hagin, masandaj Benny Hinn, apo masandaj Simon Seymour që ishte në Azusa Street, në rruga Azuzës, ndërkohë dëgjon atje gjëra që masandaj si thash janë skandale. Të njëjta persona që ekspozojnë në këtë rast që janë të denominacioneve, janë të njëjtët kapurit peng, me të njëjtat mësime në mënyrë indirekte, sepse masana dalin baptist apo dalin reformist, dalin njerëz që i qortojnë këta, por me çfarë? Me çfarë? Me gjëra që dihen? Po urdhrimet e ligjit. Po sabatet e tia që do praktikohen në 1000 vjeçarin. Isaia 66 nga një herë në re në sabatën tjetër do vinë të mbjellë në gjunjë përpara meje, thot Yahweh, kur ai do bëj qiellin e ri, tokën e re të qëndrueshme përpara tij. Kur unë i hedh këto foto, i hedh që ti të kuptosh që janë disa gjëra që kanë
kanë ndodhur gjatë rrugës, personave që sot i egzaltojnë dhe i adhurojnë njerëz të tillë. Më lejot, sepse akoma ke njerëz që i adhurojnë, i postojnë këto gjëra. Të hedhim në një foto tjetër, mos andaj, le të vazhdojmë, por tani, çfarë dallon ti? Gjeni që të bjerë në sy me njerë, çfarë dallon? Dallon diçka që reflekton shumë e trashë këtuja prej çfarë është? Okej. Kështu ecte Mesia Jashua? Kështu ecën apostujt? Nuk e mbajtur flokë mas andaj si gratë në fundit? Që janë këto mënyra të tilla? Që po ty ish atje brenda do shikosh zhveshjen mas andaj duket pak. Sepse 3 gjërat janë prevalente, janë kryesisht në këto grupe. Jo vetëm këta, po në denominacionet e njeriut. 1. Idhujtaria, pa festat të atit. 2. Ke imoralitetin. 3. Ke mas andaj prosperitetin. Ja ku ke prosperitetin, veshjet e tyre. Që kur po të tregoj një foto të Lamborghinit të këtij personi këtu të Xhavës, të tregon dollarët si i fluturonte me qindra dollarë tufën e madhe, me tjetrën që dilte nga makina me minifundin masandaj deri në beli, kuptoje ti në minifund. Kur ai person masandaj vazhdon të jetë pjesë e këtyre dhe në miqësi, çfarë bën këta njerëz së bashku? Ja, mjafton të klikosh, po të klikosh dalin gjërat e tyre. Ja të bëjmë një klikim të thjeshtë dhe mas andaj del. Sepse mas andaj njerëzit thonë, vëlla po çfarë? Okej. Qa po thua vëlla, ndoshta ta lidhim një me videon, le ta lidhim me videon, ta shikosh vetë, sepse nuk duhet ta shikosh vetë. Ja, më lejo ta shikosh vetë atë që po them. Okej. Një moment të vetëm për lavdi të tia, okej. Ja, një moment, sa ta kaloj atë që po thesha pak më përpara, edhe ti mund të bësh atë llogarin tënde, 1 + 1 bën 2 lavdimit të tia, okay, dhe masandaj ti do të shikosh, veç se 2 mund të bien dakord, të ecin së bashku. Ti këtë gjë ndoshta ke kuptuar, ndoshta, okay, po vllai po të ndihmon pak. Ja më lejo ta ndaj një moment sa ta okay. Ndoshta zërin, besoj të dëgjohet, por nëse s'dëgjohet nuk ka rëndësi. Okej. Tani çfarë shikon ti? Që këtu del një alarm. Që këtu ty të del një alarm sepse ke Lamborghinin, ke shtëpinë me miliona, ke prap një Lamborghini tjetër masandaj dhe ta shikojmë videon. Aiwanda ngandisirifai ndichidiwa nemadzimai emuraini ding-a-ling-a-ling ding-a-ling-a-ling ding-a-ling. If your money cannot buy a Lamborghini, eat it. Even a blue one, eat it. If your money can't buy you a gold iPhone 13, eat the man. iPhone 18, do më thënë, priari. All this little change. Eat
Edhe këto të voglat që kam në dorë. Eat. Shikoj hipokrizinë e manipulimit. Não bate mari, só Bruce Gobler. Eat gamari, rufeu. All this little money. Eat it. Ah. Ona sutiash. Ona squadra. Kuti kopo. Të vazhdojmë akoma me hipokrizinë e tij. Kopo. Ausgud. Ode kop. Duhet të vazhdojmë më tepër. Fal. Për fjalën Palace është vlla, sepse është hipokrit. Është pjesë në Bibël atë fjalë. Janë pjesë. Tash ta kalojmë aty ku ishim, se kur vëllai bën një koment, unë i kam parë evidencat më përpara. I kam parë. Tani, këta njerëz nuk duhet ta qortonin këta që janë përreth për manipulime të tilla. Më thuaj. Po se janë pjesë bashkë e të njëjtat frymërave. Që është liçeni zjarrin nëse këta nuk pendohen. Për të çfarë ecën urdhrimet e ligjit që një person e bën të përullur dhe e bën të veçuar dhe fillon masandaj të shikosh të varfrit, të vejat, ata që janë në ndihmë. Nuk ka atje në vendin e tij? Njerëz që vuajnë për të ngrënë bukën? Ai foni 18 që në këtë rast ai video ishte vite më përpara. Po të shiteshe, mund të hante një fshat i tërë atje. Për një muaj të paktën. Ndoshta edhe më shumë. Po proporcionin që mund të hanin edhe më shumë. Për çmimet që janë masandaj, dhe më shumë. Dhe më lejo të them, Joyce Meyer, Paula White, ke manipulimet të Benny Hinn, Bill Johnson, masandaj, ke tjetrën që manipulohet Alketa Brenda, ke Rodney Howard, masandaj ke Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, e tjerë, janë manipulimet e kohës së fundit, që apostut i skartonin dhe i qortonin me njëre këtë grup personash, që citojnë emrin e Mesias dhe kanë masandaj manipulimet brenda. Ja ku i ke? Të duken? Ikte kështu, apostulli Shaul mbante masandaj arin e bardhë, e mbante atje, të mos mendon se është argjent ajo? Se mos gënjesh. Se ajo është argjent, thoti? Apo që ka bronz? Ndërkohë bronzi ka një ngjyrë tjetër që tim. Por mendon se është argjent ajo atë që ka veshur? Me shenjën e vdekjes të kryqit, të Apollos, të Hermes që ata adhurojnë. Sepse shikoj me vathë vënë, shikoj. Dhe duke vënë vetët personi vetë, shikoj këtu lart. Këto janë të tanishmet, nuk po flasim për këto foto janë të tanishmet. Jo është kur ke 2026-ën Kupa Botërore e futbollit. Tjetri profetizon për manipulime. Okej. Duhet sjell dallimi. Që ti të kuptosh shkrimin gjallë, atë do të vazhdojmë. Shkrimin gjallë, të fjalën, shpatën me dy teha që vepron tani në zemrat tona dhe jo të vrapoj më prapë dhe ti me njerë duhet të blokosh njerëz të tillë. Me njerë do t'i thuash Facebookut masandaj për t'i blokuar. Sepse këta njerëz i ke që adhurohen në Amerikë, në Florida, masandaj, ke kudo. Prej këtyre njerëz, Tiffany Montgomery lartësohet nga Florida. Ajo, fryma Jezabelit.
apo të hedh një foto, do të hedhin disa foto të tjera, masandaj mas kësaj, sepse nëse është ekspozimi që po bëjmë në emër të Jashuas. E kam thënë edhe më përpara dhe për neve këtu, vëllezër. Ligji për të rirët 13, 1 deri në 5, është dallimi që ti do të kesh kur dikush të flet në jetën tënde. Ka dikush, sepse të tjerë dalin, thot, do dalin midis jush ta. Do dalin në rast se midis jush del një profet. Mos mendo se është profet do të thot një i dërguar, nuk do të thot se është prej Atit. Ka profetët Bali, nuk e di që kishte profetët Bali për Izabelit, në malin Karnel që u sfiduan për Elias. Fjala profet mos u tërhiq me njëherë dhe thuaj që nga prej Atit. Një i dërguar, një profet do thonë një që del dhe parashikon me pak fjalë, një person parashikon diçka. Gjithashtu, përveç se profeti ka ndëmtare që ju propozojnë një shenjë dhe një mrekulli. Dhe shenja mrekulli për të cilën ai ju foli realizohet. Dhe ti me njëherë po realizua, që ka prej Atit. Vërtet? Ky person po të çon ty në mënyrë indirekte mbas hynive të tjera që ti nuk i ke njohur për të shërbyer atyre. Sepse ai vetë po i shërben atyre. Ka njerëz që të thonë masandaj hapurazi, ja ku është statuja e Marias, ja ku është në Noj, ja ku janë të gëdhendurat. Dhe ka dhe njerëz që nuk pranojnë. Dhe i shesin, siç po bisedonim valla. Por vajtojmë edhe për ata njerëz. Ndërkohë shkrimi thotë në Eksodi që mos bëj asnjë gjë me dorën tënde, që është në qiell apo në tokë apo në ujrat. Çdo krijesë thotë që un kam krijuar atë Jahve thotë, nuk do ta bësh. Ti në ta gëdhendësh sepse babai i Abrahamit, Nahori u doq nga zjarri që zbriti, sepse ai bente të gëdhendura me dorën e tij dhe i shiste. E shikon vëlla? Nga ana tjetër, për të përgjigjer pyetjes që më tashin më erdhi në mendje vëlla. Kur ke një portret, një foto, një pikturë të krijimit të Atit që dikush e ka brer, dhe masandaj ose është të ta them një person i pikturuar atje për të treguar diçka, një person po flasim. Atëre, ajo pikturë një person do ta mbaj, le ta mbash. Ka gjëra më të thella në zemrën e njeriu, të nuk po hym për atë se po zemra që është e tashmë e veçuar, një ditë merr dhe atë portretin me atë personin mund ta heqi, sepse do verë shkrimin e Atit vëllai. Sepse nuk mund të zeje një portret, një pikturë, vargjet e shkrimit që ne do t'i varim në përmuret, në përshtatkat e shtëpisë tonë. E shikon ku është thelbi? Tani, shumë njerëz kanë edhe pikturuar gjoja fytyrën e Mesias Jeshuas. Nuk duhet bërë. Asnjëri nuk e di si ai, me pak fjalë, është në këtë rast i krijuar prej Atit në fytyrën e tij. Nuk e di me çfarë fytyre ka, çfarë tipare ka. Është më mirë ti evitosh ato gjëra. Sepse masandaj njeriu bazohet duke bërë gjëra të tilla dhe harron shkrimin. Tani, Kurani thotë hapurazi që ne nuk duhet të bëjmë asnjë të gëdhendur prej guri, prej druri. Sepse masandaj gëdhenden ato gjëra në zemrat tona. Gjë që Ati nuk do. Nuk do thot sepse e shpreh hapurazi se po të drejtojnë masandaj në hyni në zotra të tjere që ti nuk i ke njohur dhe po të thonë le të shërbejmë atyre. Sepse do të përdori çfarë shenjat e mrekullitë që u realizuan, profetizovi diçka, u realizua ti më njëherë thua, shikon,
Ndërkohë i ligu mund të parashikoj diçka dhe masandaj bie shpreh e zerit të tia dhe kur bie prej zerit të tia masandaj ajo gjë manifestohet në jetën e atij personi sepse ka hyrë në beslidhje në altarin e të ligut, në atë fjalën që ka është bashkuar në këtë rast si thua në agreement, në të njëjtën mendje, ka rënë dakord. Dhe Satani bën çfarëdo gjë të mundur që ta manifestojë atë fjalë që ai parashikovi, që tha që do ta manifestonte, që ai person të vazhdojë të mashtrohet akoma. Më kupton çfarë po them, vëlla? Këtu ke, po thot ëndërmtarë, këta janë mediumët. Propozojnë juve diçka dhe ajo gjë realizohet. Ti nuk do t'i dëgjosh fjalët e këtij profeti ndërmtari. E di pse? Në radhë të parë. Je nën testimin e atit Yahweh. Kur mua ati më ndori vëlla motër, prej manipulimeve që i dinja, por akoma çik më të fshehura, masandaj që të mbajnë peng, 5 vjet më përpara, kur më nxorri, ati po pristen që unë të dilnja. Ati priste që Abrahami të dilte prej shtëpisë së babait të vet. Dhe kur doli masandaj dërgovi zjarin, si thot në Testamenti i Abrahamit. Dhe Abrahami citon atë gjë. Ati dëshiron që ne të lëvizim, vëlla motër, që ai të bëjë masandaj atë që ka dëshiron të bëjë vullnetin e tij në jetën tonë. Por në qoftë se ti dhe unë nuk lëvizim, do ngelemi atje ku do kaloj koha, derisa masandaj ne të bindemi plotësisht me vitet tona, me mendjet tona, me çdo gjë tjetër, që ati masandaj do thotë, okay, tani kapa mendjen tënde. Tani kapa vëmendjen tënde. Tani le të flasim. Ndërkohë ati Yahweh, kur më foli vlla për aromen dhe për drejtuesin që unë isha më përpara. Ti e di të ëndër dhe po e them edhe një herë. Çfarë pash? Pash gërmajat. Pallate të rrëzuara, të goditura, tulla në çdo vend. Imagjino. Një vend që është i shkretë, i tillë. Dhe unë po shikoj e thash, po çfarë po ndodh? Ku jam kështu ja? Ndërkohë që në ëndër vëlla motër mund të komunikosh me shpirtin tënd, me atin. Dhe unë po komunikoja në zemrën time, në atë ëndër, thosha, o atë, përse më solle këtu, çfarë do të më thuash? E mbaj mend si sot tani atë ma rikujtovi. Dhe nuk po kuptoja ndërkohë, në atë moment, në të djathtën time shikoj drejtuesin tim që isha atëre. Së bashku me një aromen që një apostull më të ndaj që quan veten që është i rejnë dhe ai por lutemi të dalin, që po e ndiqin atë kohë, të dy këta po ecnin së bashku duke biseduar dhe ecën unë i shikoj më kalojnë përpara meje dhe hapet një derë poshtë në tokë dhe shikoj disa shkallë që ishte errësirë, këta hynë në poshtë, bum, dera mbyllet. Ai thosh, me njëre kuptova, po të qojnë në errësirë, tha. Shikoj gërmadha, tha, ti do vazhdosh të jesh në këto gërmadha, tha. Ata po të qojnë, tha, në errësirë, tha. Një, më solli një ëndër tjetër, një fjalë tjetër. Dhe kjo kalovi një vit, vëlla motër, që unë të vendosnja të dilnja. Unë kisha dalë me gjykimin tim, por isha akoma duke shkuar her pas here. Në atë një vit. Ndërkohë ati fol, tu është fryma e fallit, ta. Largohu. Ndërkohë shikojnë manifestimet. Ndërkohë vinë ëndrat. Ne masandaj duhet të vendosësh që ati masandaj të flasi, sepse kur ti dhe unë qëndrojmë në të njëjtin vend, nuk do marrësh zërin e tij, vëlla motër. Kjo është një fjalë për dikën nga neve këtuja. Në qoftë se ti rri akoma atje ku je, nuk do marrësh fjalën që ati dëshiron të flasi, nuk do marrësh dhe shërbesën tënde që ati mund të ketë vendosur, thirrjen tënde.
Derisa të dalësh, atëre më të ndaj do të të flasësh si që foli Abrahamit. E projektova unë vetë. Fillova atë të më fliste, më çove në qendër tretë më së ndaj. Dhe më dha pllaka qellore kur po esnja në dyshemene e qytetit të ri, Jeruzalemit të ri, në atë qoshen që më tregovi, me lavdinë e madhe që ka i qytet, që akoma nuk ka zbritur. Nga qielli i tretë, 2300 kilometra kubik, siç e di, më zbulesa 21 e jep me detaje. E shikoja në atë, se tuash, jo fytyrën e qartë, po e shikoja në të djathtë në atët Jahwe, Mesian Jashua, në tempullin lartë, në qiellin e shtatë, që më qeshte, sepse kisha pllakat që mbajnë atë gur, në këtë rast në gjoksin tim dhe nuk e lëshoja dhe mendoja se mos ma merrte dikush. Ndërkohë Mesia qeshte. Unë shikoja të po pse po qesh unë? Thoshte mos u fikso, asnjëri nuk hyn këtu brenda tha. Nuk jemi në tokë tha. Në zemrën time komunikonte në atë moment. Siç po komunikoj në endrën e parë që po komunikoj me atin, çfarë të shëron të më tregosh? Ai, unë lutem të përjetosh, vlla motër, nëse ke uri. Të dish gjëra të pa tregueshme, të pa treguar akoma, të pa zbuluar akoma. Ati Jahwe na vjen në provë çdo herë ku jemi me persona, çfarë po dëgjojmë, çfarë po bëjmë, ku jemi. Në qoftë se vërtet e duam dhe zbatojmë urdhërimet e Tija, vlla motër. Po të vjen në provë për të ditur nëse thot e do Jahwe në Zotin tënd, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, do të shkosh thot pa Zotit Jahwe thot. Ka do bësh ti? Jo të shkosh mbas manipulimeve të tilla. Do të kesh frikë nga ai, do të respektosh urdhrimet e tij, do t'i bindesh dherit e tij, do t'i shërbesh dhe do lidhesh ngushtë me të. Kjo është për kufizimi biblik i dashurisë dhe veçimit dhe besimit të sinqertë. Kurse për ata profetë thotë, ai profeti ndërmëtar thotë do të vritet sepse ka folur në mënyrë t'ju largoj nga Jahwe, Zoti juaj. Unë thotë që u nxorra nga vendi i skllavërisë e Egjiptit thotë, sepse ai profet thotë pozicion jashtë rrugës në të cilën Jahwe Zoti yt të ka urdhëruar të ecësh, si na ka urdhëruar të ecësh, po të respektosh urdhrimet e tij, janë llambën e këmbën tonë, janë dritën në shtegun tonë. Do dish, dhe do dish dhe ma të ndaj të ndash apo të shkulesh të keqen nga mesi tënd. Atje ku je? E shkull ti, vlla motër, me pendimin tënd, me daljen, me kthimin, me veçimin, me aktivizimin, me kërkimin tënd, me lutjen tënde. Ka plot gjëra që mund të bësh për te. Për t'i treguar nëse vërtet e do. Me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Në unë e di që me të marrë këte, masandaj të tjerët thonë ja, se unë e dua me emocionet e mia, ndërkohë emocionet tënde dhe time hidhen jashtë, nëse unë nuk zbatoj urdhrimet e tija, se në atë mënyrë po ecë në palishmëri. Ato emocionet të tjera, ti po do veten tënde. Shumë njerëz duan frikën e tyre, shumë njerëz duan njerëzit e tyre, ata që dëgjojnë, ata që i gudulisin veshët. Sepse kjo kohë është. Grumbullojnë mësues për të gudulisur veshët dhe i largojnë nga e vërteta dhe i çojnë drejt prallave. Drejt prallave, a nuk pam disa pralla vlla motër? Pam disa pralla pak më përpara në fotot apo në videon. I pe disa pralla. Ndërkohë doktrina shëndoshë, që është ligji i tij i mirë, që ngrihet kundra ligji i tij i mirë, për çdo gjë që bie në kundërshtim me doktrinën shëndoshë, që është pjesë e lajmit të mirë të mbretërisë. Doktrina shëndoshë, që është ligji i tij, besimi i sinqertë, jo i shtirur, ndërgjegja e pastër dhe zemra e pastër. Ligji përmban urdhrimet festat biblike, sabatin e tij, ditën e 7, Pashkën, festën e bukës pa maja, frutat e para, Pentakostin, ditën e burive, ditën e shtyerjes, festën e çadrave që po vjen, dhe ditën e 8 të kuvendit madhështor, që janë mbledhje të veçuara,
pashka dohash mas të ndaj në praninë e Atit, në darkën që Mesia mbajti për 31 vjetë të jetës së tij. Por këto fjalë kur unë i flas, tingulloj në gudulisje për të tjerët. Sepse janë mësuar me gudulisjet, kur vjen e vërteta, nuk duan të pranojnë të vërtetën. Nuk do durojnë të vërtetën, por sipas endjeve të veta. Grumbullojnë masandaj mësues për të gudulisur veshët, masandaj dhe i kanë larguar nga e vërteta. Ndërkohë përmendi një ligjin e përtërirë që dallon profetët mësuesit e vërteta apo jo. Do fillon masandaj të manifestohen me njerë. Ja ku janë manifestimet demonike të tyret. Ja kanë profetizimet prej të ligu. Ç'lidhje ka një besimtar me idhujt e lojtarve, me milionat e tyre, miliona eurosh, që i ke masandaj apo NFL, apo në Amerikë, apo NBA, apo baseball, apo huajt i ke në Itali, apo çfarë të themi tjetër, në çdo vend ka idhujt e tyre. Ta njerëz dalin dhe profetizojnë për të mbajtur peng, sepse janë pjesë e tyre sistemit të anti-Mesias, të anti-Krishtit. Janë pjesë e tyre. Ja ku i ke kumisojnë së bashku me aret dhe më të ndaj florinët e tyre. Aret e tyre. Do të njini nga frutat. Ja ku janë frutat e tyre. Nuk e pam videon e Gjavës pak më përpara të këtij individi këtuja? Mjafton të shikosh videot e lobit, me manipulime, manifestime masandaj demonike që parapaliten njerëzit dhe mendojnë se po çlirohen. Ndërkohë aty kërcejnë frymrat nga një person e tjetri, me vënie duarsh. Manifestohen masandaj.